Një mesazh që universi po e përsërit për disa shenja. Ka mesazhe që universi nuk i dërgon vetëm një herë. Kur i njëjti ndjesim, e njëjta ide ose e njëjta situatë përsëritet, nuk është rastësi. Këto ditë, energjia po rikthehet vazhdimisht të disa shenja, sikur universi po përpiqet të tërheqë vëmendjen e tyre. Disa e ndjejnë si presion, të tjerë si intuit që nuk pushon. Ky mesazh nuk vjen për të frikësuar, por për të zgjuar ndërgjegjen. Nëse ke ndjesinë se diçka po të thotë ndalo dhe dëgjo, ky paralajmërim është pikërisht për ty. Luani, universi po ta përsërit mesazhin sepse ke anashkaluar një të vërtetë të rëndësishme për veten. Këto ditë ndihesh sikur po jep shumë energji pa marrë të njëjtën kthim. Mesazhi është i qartë, nuk ke pse të mbash gjithmonë rolin e të fortit. Një situatë po të kërkon sinqeritet emocional dhe jo krenari. Në punë, një vendim i shtyrë po kthehet vazhdimisht për të zgjidhur. Sa më shumë e shmangët, aq më i fortë bëhet presioni. Në marrëdhënie, universi po të kujton se vëmendja dhe prania janë më të vlefshme se sa kontrolli. Financiarisht, nuk është moment për rrezik, por për stabilizim. Ky mesazh po përsëritet sepse është koha të rishikosh prioritetet dhe të zgjedhësh veten pa ndjenja faji. Kur e pranon këtë të vërtetë, energjia ndryshon menjëherë dhe rruga bëhet më e qartë. Shigjetari, për ty, universi po e përsërit mesazhin sepse po shpërndahesh në shumë drejtime njëkohësisht. Dëshira për liri dhe përvoja të reja është e fortë, por po shmang një përgjegjësi që kërkon vëmendjen tënde. Mesazhi që vjen vazhdimisht lidhet me fokusin dhe zgjedhjet afatgjata. Në punë, një mundësi duket tërheqëse, por kërkon analizë më të thellë. Mos vepro vetëm nga entuziazmi i momentit. Në marrëdhënie, universi po të kujton se sinqeriteti emocional është po aq i rëndësishëm sa liria personale. Financiarisht, java kërkon maturi dhe ndalim të shpenzimeve impulsive. Ky mesazh nuk po përsëritet për të kufizuar, por për të ndihmuar të ndërtosh diçka më të qëndrueshme. Kur ndalon dhe dëgjon, kupton se drejtimi i vërtet është ai që të jep paqe, jo vetëm lëvizje. Peshqit, universi po ta përsërit mesazhin sepse ndjeshmëria jote po injorohet. Këto ditë ke marrë mbi vete emocione që nuk të përkasin dhe kjo po të lodh më shumë se sa e kupton. Mesazhi është i butë, por i vazhdueshëm, vendos kufi. Në punë, mund të ndihesh i pavlerësuar nëse nuk shpreh qartë nevojat e tua. Në marrëdhënie, dhënia pa mas po krijon çekuilibër. Universi po të kujton se dëmshuria nuk do të thotë vetflijim. Financiarisht, është moment për kujdes dhe organizim. Ky mesazh po përsëritet sepse ke nevojë të zgjedhësh veten pa u ndjer egoist. Kur i respekton kufit e tu emocional, energjia rreth teje fillon të ndryshojë. Kjo është thirrje për qetësi, qartësi dhe për kujdesje të thellë ndaj vetes. Virgjëresha, mesazhi që universi po ta përsërit lidhet me kontrollin dhe nevojën për siguri absolute. Këto ditë, mendja jote është e mbushur me analiza dhe skenar, por përgjigjja nuk gjendet në detaje. Universi po të kërkon të lësh pak kontrollin dhe të besosh procesin. Në punë, një situatë nuk do të zgjidhet menjëherë dhe kjo po të krijon ankth të panevojshëm. Në marrëdhënie, pritshmëritë e larta mund të krijojnë distancë emocionale. Mesazhi është i qartë, jo çdo gjë ka nevojë të jetë perfekte për të funksionuar. Financiarisht, java është e qëndrueshme, por kërkon planifikim të qetë. Ky paralajmërim po përsëritet sepse ke nevojë të gjesh ekuilibrin mes logjikës dhe intuitës. Kur e lejon veten të mos di gjithçka, ndjen lehtësim dhe qartësi të re. Nëse e ndjeve këtë mesazh më shumë se një herë, nuk është rastësi. Universi përsërit vetëm atë që ka rëndësi. Shkruaj në komente shenjën tënde ose e dëgjova mesazhin dhe lejo energjinë të qartësohet.